Vazhdojmë me shqyrtimin e projekt ligjit numër 10L003 për ratifikimin e marrëveshjes së financimit për programin e parë për financimin e politikave zhvillimore për efektivitetin fiskal, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbër në mes të Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim, që është pra pjesë e grupit të Bankës Botërore. Të nderuar deputet, shqyrtimi i këtij projekt ligji për ratifikimin pra e kësaj marrëveshje ndërkombëtare bëhet jo më herët se një javë nga dita e shpërndarjes së tij. Prandaj edhe për këtë marrëveshje projekt ligj duhet të bëhet shmangja nga afati procedural. Prandaj ftoj përfaqësuesen nga Lëvizja Vetëvendosje, shefën e grupit parlamentar zonjën Nagafci. Faleminderit kryetare për të njëjtat arsye sikurse edhe për projekt ligjin paraprak propozoj shmangje nga afatet procedurale të parapara me rregulloren e kuvendit. Konstatoj se në salë janë të pranishëm 107 deputet, prandaj luz deputetët që me ngritje dore të deklarohen. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë 100 deputet kanë votuar për, asnjë kundër, asnjë abstenim. Kuvendi e miratoi shmangjen nga afati procedural për këtë marrëveshje pra. Prandaj edhe po procedojmë. Komisioni Funksional për Buxhet e ka shqyrtuar projekt ligjin e lartë përmendur dhe kuvendit i ka rekomanduar miratimin e tij, por para se t'ja jap fjalën kryetarit komisionit, po e ftoj përfaqësuesin nga qeveria, përkatësisht ministrin e financave, që ta paraqes dhe arsyetoj këtë projekt ligj. Ministër. Faleminderit e nderuar kryetare e kuvendit. Kjo është një marrëveshje financimi e nënshkruar me Bankën Botërore, konkretisht me Agjencinë Ndërkombëtare për Zhvillim, në 18 prill të vitit 2024, pra ka qenë programi i parë apo i titulluar programi i parë për financimin e politikave zhvillimore për efektivitetin fiskal, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbërt. Ngjajshëm sikurse që u votua plani i rritjes me Bashkimin Evropian, kemi pasur një dakordim të ngjajshëm edhe me Bankën Botërore, ku ka qenë një paketë reformave dhe ligjeve që është dashur të miratohen në mënyrë që Kosovës t'i jepet si shpërblim në fund të asaj kjo marrëveshje financimi në vlerë prej 90.3 milion eurove. Shteti i Kosovës i ka përmbushur të gjitha detyrimet në raport me Bankën Botërore dhe tani këto mjete pra janë në dispozicion për ajo çfarë është e nevojshme pra që kjo të bëhet efektive është ratifikimi në Kuvendin e Republikës Kosovës. Mund ta them me kënaqësi që kjo marrëveshje ka kushtet më të mira ndonjëherë që mendoj sa i përket financimit, sepse bëhet fjalë për financim me afat maturiteti 12 vjeçar për me normë interesit 0%. Pra asnjë tarif tjetër nuk ka, 0% norma interesit, me fjalë tjera, si dhe grace periudha është 6 vite. Pra tek pas 6 viteve fillon kthimi, i cili bëhet në 6 vite tjera. Pra në tërësi maturiteti është 12 vite dhe konsideroj që është një marrëveshje me kushte mjaft të mira, e cila ju lës që ta ketë mbështetjen edhe tuajën në mënyrë që Republikës së Kosovës t'i vijë në dispozicion këto mjete. Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere, në bazë të nenit 83, paragrafit 3, të rregullorës së kuvendit, në mbledhjen e mbajtur me 13 shkurt 2026, shqyrtoi projekt ligjin numër 10L003 dhe vendosi që kuvendi t'ia paraqesë këtë rekomandim. Të miratohet projekt ligji numër 10L003 për ratifikimin e marrëveshjes së financimit për programin e parë për financimin e politikave zhvillimore dhe efektivitetin fiskal, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbërt, e cila është në mes të Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financës, Punës dhe Transfereve dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim. Gjithashtu, ne si Komision Funksional kemi kaluar edhe një amandament që është ngjitur kësaj me materialin, që është amandamenti në Komisionit Funksional, ku në nenin 4, hyrja në fuqi, ndryshohet teksti që ky ligj hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës Kosovës. Ftoj deputetët që ta mbështesin. Faleminderit. 108 deputet janë në sallë, prandaj edhe po vazhdojmë me votimin fillimisht të amandamentit. Kush është për?
Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë me 102 vota, asnjë kundër, pra 102 vota për, asnjë kundër dhe 5 abstenime, kuvendi e miratoi amendamentin e propozuar nga Komisioni Funksional. Tani po vazhdojmë që të votojmë për projekt ligjin me amendamentin e miratuar. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë me 103 vota për, asnjë kundër, 5 abstenime, Kuvendi i Republikës e miratoi edhe këtë projekt ligj. Faleminderit edhe një herë deputetëve të Kuvendit.